Pas bllokimit të aksit në Librazh, kalimi nga rruga e Moglicës është kthyer në alternativën më të mirë për të gjithë drejtuesit e mjeteve që udhëtojnë drejt Tiranës. Ky segment po përdoret aktualisht si rruga kryesore devijuese, duke mundësuar vijimin e lëvizjes së automjeteve dhe shmangjen e vonesave të gjata. Edhe pse bëhet fjalë për një aks me terren malor, qarkullimi vijon normalisht dhe mbetet zgjidhja më funksionale për momentin. E vështirë e kam berë, shikoj. Sa zgjat? Sa ju ka 6 orë dua unë vete. Në cilë zonë asni më shumë vështirësi? Ku është me vështirë kjo pjesë rrugës? Tu gjërë të dalim në Moglicë, do dalim në Cerik, nga Ceriku do dalim në Elbasan, nga Elbasani do ikim në Tiranë. Për momentin kjo është zgjedhja. Është shumë vështirë. Kalojnë makinat e vogla? Po të voglat kalojnë, po ata që se njojnë zonën do të kenë shumë kujdes se janë rrugë të ngushta dhe ka shumë kthesa. Kjo na ka vështirësuar pak, po të shohim tani. Më kanë thënë që është shumë e kthesa, nuk e di domethënë se si do jetë, po që shpresoj për më mirë. Pavarësisht sfidave, ky aks mbetet një arterie e rëndësishme që afron zonën e Moglicës me Tiranën dhe pjesën tjetër të vendit. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, veçanërisht në zonat me kthesa dhe në rast të kushteve të pafavorshme atmosferike. Deri në normalizimin e situatës në aksin e Librazhdit, rruga e Moglicës mbetet alternativa më e sigurt dhe më efikase për lidhjen me kryeqytetin.